Mire mengjes të mirësiat hetë në një episod të rritës së drejtës së imigracionit, sot trajtojmë një çështje thelbësore që vazhdon të shkaktojë gabime administrative dhe procese gjykësore të panevojshme. Konvertimin e legjes së qendrimit për punë sezonale në ligj për punë të varur, dhe sidomos nëse skadimi i ligjes sezonale mund të bëjë të papranueshme kërkesën për konvertim. Pika e nisës është një vendim i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias i publikuar me 7 korrik 2025. Rasti është i thjeshtë: një punëtor i huaj mbajtës i një laji sezonale paraqitet kërkesën për konvertim pas i leja ka skeduar. Prefektura e refuzon kërkesën duke pretenduar se konvertimi është i mundur vetëm nëse legja është ende e vlefshme. Refuzimi jepet fillimisht pa shkirtuar vërejtjet e punëtorit dhe pastaj përsëritet pothuajse mekanikisht me të njëjtën arsyetim. Gjykata e rrezon plotësisht këtë qendrim duke u referuar kartë praktikës gjykësore të konsoliduar. Në vendim thuhet se nuk ka asnjë tregus ligjor nga i cili mund të nxjerrët se për konvertimin e legjes së qendrimit kërkohet paraqitja e një legje të vlefshme në momentin e kërkesës. Ky është një pasazh vendimtar, sepse s'ka një praktike administrative pa asnjë bazë ligjore. Teksti unik i imigracionit nuk kërkon që legja sezonale të jetë e vlefshme në kohën e paraqitjes së kërkesës për konvertim. Nuk e kërkon legjislacioni sekondar. Nuk e kërkon asnjë karkore. Kur një kusht nuk është parashikuar nga ligji, buxhetit nga administrata për bën kufizim të pajustifikuar që prek drejt për drejt rrugëtimin profesional të punëtorit. Rasti i Genovës tregon qartë se çfarë ndikimi ka në këto lëvizime. Edhe pas di masave të përkohshme të gjykatës, prefektura mbeti e palevitshme të refuzoi të rishkirtonte kërkesën pa u mbështetur te skadimi i legjes. Por gjykata është e prerë: kur administrata të rihapet çështjen, ajo duhet të vlerësojë kërkesën në themel, të verifikojë plotësimin e kushteve materiale për punën e varur dhe të garantojë pjesëmarrjen procedurale të punëtorit. Gjykata vëren gjithashtu se prefektura nuk ka shkirtuar vërejtjet e punëtorit, duke i hedhur poshtë si të papranueshme, pa dhënë asnjë argumentim real. Ky është një tjetër synim procedural që i shtohet keq interpretimit të kuadrit ligjor. Megjithatë, çështja thelbësore është vetëm një dhe duhet të jenë hapur, sepse shpesh neglizhohet. Skadimi i lejës sezonale nuk i bllokon dhe nuk mund ta bllokojë konvertimin. Qëllimi i konvertimit është të sigurohet vazhdimësinë e punës së rregullt dhe të mundësojë punëtorëve sezonale stabilizimin e marrëdhënieve të punës tashmë të filluara. Lidhja e këtij procesi me një kusht formal që ligji nuk e parashikon do të sonte në rezultate të parsiyeshme, duke dëmtuar si punëtorin, ashtu edhe punëdhënësin që ka planifikuar punësimin. Vendimi i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias jep një udhëzim thelbësor: administrata duhet të vlerësojë kërkesat e konvertimit në mënyrë thelbësore pa u ndalur te data e skadimit. Nëse ekziston një ofertë pune e vlefshme dhe plotësohen kushtet e tjera, kërkesa duhet të shkirtohet edhe nëse legja sezonale ka skaduar. Ky është një mesazh i rëndësishëm për të gjithë për punëtorët, sepse u garanton se rrugët e tyre të integrimit profesional nuk mund të ndërpritet për një kusht të pakënë. Per prefekturat, sepse i detyron të harmonizojnë praktikat me ligjin dhe me jurisprudencën e qëndrueshme. Per juristët dhe profesionistët, sepse konfirmon një linjë interpretimi tashmë të konsoliduar në nivel kombëtar. Faleminderit që na dëgjuat. Do të vazhdojmë të ndjekim vendimet që lidhen me konvertimet, marrëdhëniet e punës dhe stabilitetin e qëndrimit, sepse pikërisht në këto fusha përcaktohet funksionimi real i politikave të imigracionit.